Sot është ditë e hënë dhe ju e dini se çfarë bëjmë çdo të hënë në Vibe. Bëjmë? Ne gjithmonë në Vibe bëjmë parashikimin javor, javor me shenjat e horoskopit, gjithmonë me letra tarot. Me Elena Demollari. Përshëndetje Klea. Përshëndetje Elena. Përshëndetje në Vibe, me Elena Demollari, Klea Kica. Je shumë e bukur sot. Faleminderit, falteje zemër. Edhe ti je shumë e bukur. Të dua. Edhe unë ty shumë. Po më duket shumë mirë sot. S'kam energji zemër, jam e lodhur nga puna, gjë kështu mos ma vere. Okay. Nuk kam ndonjë gjë kështu ja, gjë kalon. Gjë kalon. Okej, njerëzit e mirë gjithmonë kanë peripeci dhe në fund i kalojnë, kështu që as nuk e vën gjithmonë kanë peripeci, njerëzit e mirë gjithmonë kanë sfida gjatë jetës së tyre, njerëzit e mirë gjithmonë ka persona negativ që për të prishur ditën ose karrierën andekte, por nuk ja kalojnë, nuk ja arrin dot. Normale që si arrin, kështu që nisim me shenjën e parë. Mos mundojnë kot. Ne me fjalkoj mos mundojnë kot se do. Po, nuk ja arrin. Nuk ja arrin kot, mos mundojnë kot, mos lodhen kot se nuk do fitojnë gjë. Shumë e vërtetë. Nuk do fitojnë gjë. Okej, të vazhdojmë parashikimin me shenjën e parë. Shenjë dashi do marrë vendime me një vendimari, do eci përpara dhe mos marrë opinion të tjerëve, duhet të eci përpara. Do kenë përfitime të vogla në lek, do profesionet tyre, zanatit tyre do marrin lajme të mira, nëse janë në pritje disa lajmeve këtë javë, gjithmonë shenja dashi do ketë një energji pozitive të lajme të mira dhe do kenë ndryshime të papritura shenja dashit për këtë javë. Por në përgjithësi do jetë në dashuri, do jetë mirë, në financë do jetë mirë, nuk shikoj që do ketë pengesa, do ketë një energji pozitive. Demi. Juve të shenjës së Demit duhet të kenë kujdes, demat kanë qenë kalnotuar, një prisheplanesh falimentimi, janë shumë të vrashpirtërisht, probleme me shëndetin, çdo njeri që ka besuar mund të ketë futur të ka më shpinë, duhet të kenë kujdes dema se mund të kenë dhe kurthe. Dem. Sidomos për të javë. Por mund të kalojnë ndonjë problem shëndetësor, do vriten shpirtërisht, mund të marrin lajme të mira, mund të marrin lajme të këqija. Mund të derdhin lot gëzimi, mund të derdhin dhe lot i dhërimi. Do zbulojnë gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga dhe çdo gjë do dali sheshit. Saturni mund të nxjerrë pak nga vetja, po përsëri do e kapin situatën në dorë. Do kenë një bashkëpunim në grup, në profesionin e tyre do jenë mirë bashkëpunim në grup. Dhe në fund fare do kenë bashkim, nëse një dem ka pasur dashuri ose mund të ketë një bashkim, një ortak, një partneritet, por do ketë një partneritet ose pjesa martesa tavolin, diklini do gëzohen. Shenja binjakëve mos i bëj gjërat me së mbyllur se nuk e kupton se çfarë po ndodh mbrapa vetes së tyre. Kanë armën e besimit, armën e zemrës, do ndihmojnë nga gjysma anë dhe gjërat do shoshojnë pak nga pak, por nuk janë sigurt, nuk janë stabil, thonë ndoshta po, ndoshta jo, duhet të heqën fashën e syve, do shikojmë më për te. Në përte do zgjidhej gjërat me kreativitet, janë në pritje disa lajmeve, do marrin lajme të mira nëse ka të bëjë çështje dashurie, punë, fat, biznes ose çështje leku ose bizneset e tyre do stabilizojnë gjërat. Do përballen me persona që janë të lëkundër e kanë mundësinë por të ndihmuar dhe një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të hidhur. Mund të kem pak një lëkundje të financës, po do stabilizojnë gjërat. Por dhe binjakët në këtë javë do jenë me lajme të mira, Klea. Jemi te Gaforia. Gaforia kohët e fundit ka qenë shumë e sulmuar. Shumë e sulmuar si Gafore. Ka qenë super e bingarkuar, ka pasur një bingarkesë, në momentin e fundit ka thënë do dorëzohem, por nuk do dorëzohet. Do thot, u lodha nga puna, nga karriera, nga komentet negative, nga konkurrenca, nga të gjithë, por në fund fare do të çeli diçka e re, se një Gafore gjithmonë fiton. Mos do shë ti Gafore? Jo, unë jam dem. Jo. Duhen të kenë kujdes me persona që janë me dy fytyra, domethënë duhet të kenë kujdes Gaforit se mund të tradhtojnë dhe nga krahu i tyre i djathtë nga persona që besojnë më shumë. Duhet të jenë, sidomos këtë javë duhet të jenë të kujdesshëm. Kam pasur pengesa, situata të vështira, por do dalin nga situata si në punë, si në dashuri, si në financë, si në projektet e tyre, në financën e tyre. Janë në pritje disa lajmeve, përsëri do marrin lajme të mira, më përpara i kanë marrë vendime të nxituara. E ke parasysh atë punën e budallaj që merr gjërat shpejt pa i nxituar? Po. Por do kenë nisma të reja dhe do fillojnë nga zero dhe do kenë një energji pozitive Gaforet. Luani
Luani duhet të ketë kujdes se mund të ketë pak krisje në partneritet, do jetë një transformim, mund të ketë një kuror ose një kredi, një shkatrim, një ndikim, një transformim, do i ndinë vetëm pak të bllokuar, bllokime mentale duhet të shlirojnë nga bllokimet që kanë, duhet kënë kujdes financën ose do kënë kriza në partneritet, duhet jenë të kujdesshëm Klea. Do ecim përpara në profesionin e tyre, do ecim përpara, duhet kënë kujdes shoqërit misit falsë, ka edhe njerëz që janë shoqërit falsë, që të hiqen si miq dhe ke armiq. Gjërat mund të kenë pak turbullira nga yjet, por në fund fare do ndryçojnë yjet, do kenë qartësim edhe shenjë Luanit. Jemi te Virgjëresha. Sa shkojmë në të dyja që jemi shenja tokë, energjia zemër. Energjia. Atëre për të gjitha Virgjëreshat, duhet të keni kujdes, dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj një largim pune, një pushim pune, dhe sidomos këtë javë se do pini pjesë e një kurthi. Keni kujdes. Ju që jeni shenja Virgjëreshës. Dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, dhe dikush do ju presi në besë, ose në qoftë se një Virgjëresh, se po flasim për shumë Virgjëresha, në qoftë se është në burg, mund të lirohet edhe nga burgu, se po flasim për shumë Virgjëresha, jo vetëm për Virgjëresh. Edhe për djent. Dhe për çunat dhe për djent, që mos e keq kupton që për kë po flet. Do të thënë si për meshkuj dhe për femrat, duhet keni kujdes këtë javë, se mund të thash pjesën e kurthit, dikush do i zhytë thellë më thellë në gënjeshtra, në mashtrime, mund t'ju pengoj gjatë javës, por në fund fare do e kuptoni dhe do ju plotësoj dëshira juaj. Një kontratë pune, një firmë, një dokument, një rinovim kontrate, nëse një Virgjëresh ka punën e tyre, mund të ketë një rinovim, një vendimari do marrë një vendim, do ketë një ngritje ekonomike financiare, nëse ka të bëjë me projektet ose nëse ka të bëjë me pronat, do bëjt një problem i madh, dhe do ketë një ngritje ekonomike financiare. Por Virgjëresha do ketë edhe këtë gjatë rrugës, mund të ketë dhe tradhti dhe mund të ketë dhe një dëshirë që mund të ketë dhe një shtatzani gjatë rrugës, se ka edhe persona që thonë që inshallah që më dhuron Zoti një bebi, më kupton? Mund ta ndjem vetëm pak të bllokuar, tani deri diku do ecin gjërat mirë, po mund të kthejnë gjërat mbrapa, se ka raste që karmat i kthejnë gjërat mbrapa, më kupton? Por mund të jenë të bllokuar pak si në punë, si në dashuri, si në biznesin e tyre, do kenë rrugëzi dhe do zgjidhen gjërat me kreativitet. Rotë e fatit është në drejtimin e tyre dhe personat e tretë, armikt, kundërshtarët do largohen nga jeta e tyre dhe do kenë nisma të reja, perspektiva të reja, do ecin përpara. Por sidomos këtë javë, Virgjëresha duhet të jenë të kujdesshëm. Vazhdojmë me shenjën e Peshores. Peshorja. Peshorja duhet të shmangi sheri dhe batet konfliktet mos marrëveshjeve një konkurrencë, duhet këtë kujdes nga personat të tretë që mund t'i transmetojnë një energji negative, t'ia presin gjërat në mes. Për momentin mund t'i ketë gjërat e ngrira diçka, po do çaj takulli do ecin përpara, do kenë nisma të reja, fillime të reja, do marrin lajme të mira, nëse janë në pritje të disa lajmeve, si në punë, si në dashuri, si në fat, do ecin përpara dhe do gjenë një qetësi paqësore Peshoret. Akrepi Klea, Akrepi do jenë pak konfuz, për momentin mund t'jenë duar lidhur, këmë lidhur, se do ndikojnë pak, për momentin mund t'jenë gjërat pezull, po do zgjidhin gjërat me kreativitet, do përballen me persona që janë xheloz, nuk ja tregojnë atë xhelozi, do kenë shumë mundësi për të ecur përpara dhe mund të jetë një lek i papritur ose një partneritet me energji pozitive dhe do i kenë rrugë të hapura në gjitha drejtimet, si në punë, si në dashuri, si në fat, si në profesionin e tyre, nëse kanë biznes Akrepi do ecin përpara. Dhe do kenë fejesa martesa, shtatzëni, pritje fëmije dhe kanë një energji pozitive shenje Akrepit. Shigjetari, shikoj që një shigjetar, nëse po flasim në Klea, po flasim për femrat e të neshku, nëse një shigjetar ka një sanë gjyqësore ose ka të bëjë me çështje dokumentash, do i marri ose mund ta fitojë një gjyq. Kërkon të drejtën e tij, të vërtetën e tij, nëse ka të bëjë me çështje ligjore, duhet të konsultohet mirë me një avokat, duhet i besoj intuitës së tyre, energjisë së tyre, duhet të ketë kujdes se gjatë javës do përballet dhe me persona negativ, dashuri pasionante, mund të kenë pak krisjen në partneritetin
në partneritetin e tyre do jenë pak të mërzitur, por në fund fare universi do t'jap një dhuratë të bukur. Tani mund të mërziten si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre dashurisë, në dokumentat ose po prisin çështje institucionale ose çështje ligjore, do ta fitojnë dhe do dalin të suksesshëm. Jemi te Britsjapi. Britsjapi ka qarë ka lotuar për një person që ka humbur, në qoftë se një Britsjap ka pasur një fejes, një martesë ose një bashkëtesë që janë mërzitur, do mërziten për 3 përgjigje që do i refuzohen, do i shofi dhe vetë, nuk do i vi mirë, do derdhi lot. 2 përgjigje mund të parashtrojnë, do e marrin çik me vonesë, ka të bëjë me personat. Duhet të ketë kujdes se një Britsjap mund të përballet edhe me çështje ligjore me shtet, duhet të jetë kujdesshëm se shikoj çështjet institucionale, ka të bëjë me persona të çelit autoritar, shefa e prora, drejtora qeveritar dhe duhet të ketë kujdes një Britsjap. Duhet të jetë kujdesshëm sidomos për këtë javë, por në fund fare do ketë rrugëzi dhe do stabilizojnë gjërat. Ka një takim, një telefonat, një rikthim dhe çdo situatë i ka dalforishëm, por mund të përballet dhe me persona që mund të jenë serioz dhe kur gabojnë nuk e pranojnë asnjëherë gabimet e tyre. Do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do balancojnë gjëra, do kenë dhe nga ana shpirtërore do gjenë një qetësi shpirtërore. Viza, pasaporta, dokumenta do marrin përgjigje për po. Nëse kanë bëjë me çështje institucionale, do marrin përgjigje për po, por Britsjapët duhet të kenë kujdes se do përballen me çështje ligjore ose çështje institucionale. Ujori, ja? Ujori. Ujori këtë javë mund ta filloj pak gjendja ankthi, gjendje stresi, mërzitur, mendime të këqija, izolime mentale, po duhet të heqë mendime të këqija. Do ketë fillime të reja, dritë jeshile, universi do të jap një dritë jeshile. Do mbëjnë gati se do mirën lajm. Tani mund të jetë princi kaltëra, mund të jetë seanca gjyqësore, drejtësia, dokumenta, varet se çfarë kërkon. Do jenë shumë të prera, do jetë shumë i prerë, do kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, do dalë drejt atyre në gjitha drejtimet, do jenë një familje kompletuar dhe një dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Në dashuri do jenë mirë, në punën e tyre, në financë do jenë mirë, nëse kanë ndonjë projekt diçka tjetër, do dalin të fituar. Pavarësisht që mund të kenë dhe pengesa, do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Peshqit. Peshqit duhet të kenë kujdes nga personat, sidomos këtë javë, që nga java e gënjeshtrave, mashtrimeve, manipulimeve, intrigave, kurtheve dhe gjitha shenjat e horoskopit duhet të kenë kujdes se mund të bjen pjesë kurtheve ose manipulimeve. Peshqit duhet të kenë kujdes nga personat që janë të varur nga droga, nga alkooli, nga vixhuzi, nga persona që janë materialistë. Dhe po e ri përsërit, të gjitha shenjat e horoskopit ki kujdes se dikush do i futi në kthetrat e djallit ose një personi që është materialist. Do bëjnë udhëtime të gjata, dikush mund të hyjë në mendimet e tyre, do lexojë mendimet e tyre dhe mund të jetë një person xheloz akmar ose për të kërkuar akmarin nda dikujt tjetër, por nuk do t'i arri dot. Me një vendimari do marrë një vendim, nga ana shpirtërore do gjë një qetësi shpirtërore, janë në kërkim si njeriu shet për të kërkuar një dritë, po duhet prisën e pak dhe kohët e fundit do rim pak të vetmuar, do jenë një familje kompletuar, dëshira e tyre të bëhet realitet, por duhet të kenë kujdes gjitha shenjat e horoskopit, se po shikoj kurthe gjatë kësaj jave. Që ka javë kurthe. Po, javë e kurtheve që kështu gjitha shenjat e horoskopit duhet të jenë të kujdesshëm. Gënjeshtrat, mashtrimet, manipulimet, intrigat, duhet të jenë kujdesshëm në këtë javë. Elena. Po. Shenja më me fat, cila do jetë? Shenja më me fat ishte akrepi, Klea. Akrepi, shenja ishte akrepi, ishte binjakët që do të ecin gjërat për para, por Britsjapët thash që mund të ketë edhe një çështje ligjore, çështje institucionale, varet se kujt i ka rënë më qafë Britsjapi, do përballet me çështje institucionale, dema do jenë të kujdesshëm, mund të kenë lot gëzime ose lot i dhërimi, ose do dëgjojnë për persona të tjerë, duhet të jenë të kujdesshëm. Virgjëreshën që thash, duhet të keni kujdes dhe virgjëresha, të gjitha virgjëresha duhet të keni kujdes.
Luani do kishte pak bllokime mentale, po duhet çliroj nga bllokimet mentale që kanë. Peshorja do ishte në një situatë balance, do ishte njërë mirë, njërë keq situatat gjatë ktheheve, po përsëri do stabilizojnë gjërat. Dashi do ishte më fitim prurës, do me thënë do kishte me atë energjinë, do ecte përpara. Për Gaforen thash që ka kaluar situata të vështira. Po do fillit lloj demit, shiko, e di si janë demat. Demat nuk të bëjnë keq, demat thonë, përderisa demat gjithmonë janë të bekuar të Zotit. Për njerëzit mund të jenë. Atëre, për gjithë persona, se s'po flasim për veten, se thotë paska për vete kjo. Për të gjithë personat ne jemi të bekuar nga Zoti. Pastaj është diçka që një dem kur thotë që unë të kam lënë Zotin, merr Zoti ak. Unë të them, unë jam tip që nuk bëj keq. Kam thënë kam lënë Zotin dhe e kam me fakte të faktuar klasa, nuk i kam treguar asnjëherë. Çdo person që mua ka tentuar të më bëj keq, unë mund t'ja kem dëgjuar smundje, vdekje, operacione, spitale, aksidente, probleme shëndetësore, burgje. Dhe me bukra ja kam dëgjuar në anë të televizioneve. Ka qenë një rast që nuk e bëj publik, ka qenë te live-in para 2-3 vjetësh dhe i bëj një parashikim privatisht dhe nuk e them klienti se klienti e di shumë mirë. Do e them, për momentin nuk më besovi për parashikimin dhe i them klientit, dëgjoj, them, për një kohë të largët unë po të shikoj në burg, por ki kujdes se ai kishte probleme me bashkëshorten e vet, ç'është e gjykata ande këte, dhe thash ki kujdes se do vish në burg. Dhe më merr mbas 2 vjetëve kur del nga burgu dhe më thot Elena, për momentin nuk të besova, thot, po ti më parashikimi 100% saktë. Po dieta jo më Dhe unë kam thënë këtë gjë, unë kam lënë Zotin lart. Zoti vonon, po nuk ka rënë. Zoti vonon dhe kam e të faktuar personat që kanë tentuar të bëjnë keq. Çdo njeri që bën keq, doja dëgjoj smundje, vdekje, operacione, spitale, aksidente, por në një kohë të largët, Klea, se nuk në një kohë të largët, ajo. Atje është, shiko, i dhon një fjalë kujt i di kleta mbaj, më kupton? Dhe është diçka që ti në momenti që të ndodh një smundje, një vdekje, një operacion, një aksident, atëre kujtohesh ti, shiko se unë kam rënë kles më qaf, më zun mallkimet e kles, më zun akat e kles, ose më zun mallkimet e Elenës, më zun akat e Elenës. Secilit i lejmë Zotin, sikur ka për vete. Ma bëvë Zoti. Siç ka në zemër. Tani pyetja ime e din ti. Po më thuaj. Ajo që bën mirë do gjej mirë, ajo që bën keq gjen keq. Shenja më dominante. Më dominante. Këtë javë, kush do jetë? Shenja binjakët. Binjakët, Lea. Po shenja më me fat në dashuri. Shenja më me fat në dashuri do jetë Dashi. Po shenja më me pak fat në dashuri. Më me pak fat, thash, duhet të kenë kujdes më pa pak. Birgjiresha, zemër, duhet të jenë të kujdesshëm. Oj, Lena, që thua, moj? Mirë, se kjo do të thotë që ti nuk na mban me hate. Absolutisht, jo. Unë jam tip që, shiko, thash, unë jeni një staf i mrekullueshëm. Fundja ne jemi si familje. Është vërtet. Plot syri keq kush na ka nat, ne na shtojt karriera dhe fama, të tjerë dhe shtojt ti nati. Nati. Kjo është më vërtet, Lena, të falenderoj. Faleminderit e ju. Jeni shumë të mirë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.